Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e pitës së kollomojt me lëpije. Një pite shumë e shijshme, përgatitja shumë e thjeshtë, një pite e cila përmbon shumë vlera ushqyese, besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Fillimisht përgatisim mbushjen e pitës. Këtu kam lëpije, kështu të freskëta, cilat i kam larë mirë dhe i kam pastru, marr dhe bëj coptimin e tyre. Ju largoj këtë pjesën e trashë të gishtit. Kështu, më mirë do jetë, të damartë e trashë e largoj. Dhe do bëj coptimin e tyre në copsa të vogla. Pasi t'ja largoj kështu, damartë, marr dhe i bëj në copsa të vogla. Në këtë mënyrë, gjithë motra që e kanë shikojnë vazhdimisht, e kanë shikuar, e kanë parë videon kur kam përgatitur sarma me lëpjet dhe ju kam cekur aty se çfarë janë lëpjeta, çfarë bime. Në këtë mënyrë ju largoj të gjithave bishtat dhe bëjmë coptimin e tyre. Patjetër duhet që të bëni larje mirë me ujë. Ja, këto damartë të trashë e largoj. Pasi kam bërë coptimin e lëpjetës, marr fletat të qepëve të njoma. Kam largu qepët, vetëm fletat i kam lanë, këtu kam 2 tubë, kam larë mirë dhe bëj coptimin. Pra patjetër duhet të hajmë kështu dhe fletat të qepëve, lëpjetës, sepse e bën më të shijshme mbushjen, kaloj tek lëpjeta. Fletat e qepëve, pasi të softojnë, këtë mënyrë bëjmë coptimin e të gjithave. Këtu kam i lëpjetën dhe fletat e qepëve, tash me duar bëjmë ndryshjen. Më duhet që të ndrydhi mirë. Sa më shumë që të bëjmë ndrydhjen, do jetë më mirë. Pra mos nuk ka nevojë që ta fërkoj, kështu mund të duar vetëm se bëjmë ndrydhjen e lëpjetës dhe fletave të qepëve. Do ju bjedhë volumi kur bëjmë ndrydhjen. Kam bërë ndrydhjen me duar, tash ja shtoj 350 gram me gjizë, 400 gram me kos, shtoj 3 vezë dhe 1 lugë mesme me krip. Dhe tash mosën do e përzij mirë e mirë. Dhe mbushja është gati. Tash do e përgatisim petën e parë. Pasi mbushja është gati, përgatisim petën e parë. Këtu kam 2 gota e gjysmë, gotat nga 200 ml me miell mjestri bejo. Qofse përdorni nga i marketit, përdorni të imtin dhe e përzini me polentën, do del pitja shumë e mirë. Ja shtojmë 1 lugë të mesme me krip. Këto masa janë të përshtatshme për një tepsime numër 40 dhe për formimin e brumit na nevojitet ujë vali nxehtë. Shtojmë ujë derisa ta formoj një brum mjaftueshëm të lëngshëm që ta shtrim për tepsije. E përzim kështu. Uji patjetër duhet jetë vali nxehtë.
besoj se dhe pak ujë nga nevojitet dhe do jetë mjaftueshëm. Kam formuar brumin e petës së parë, ka dalë shumë mirë. Tash marrim tepsinën dhe tepsinën e lyem me vaj, hedhim vaj të bollshëm dhe kështu me një brush ndohur ose me dorë ta përhapim vaje në gjithë tepsinën, sipërfaqen e tepsinës dhe nga ansorët, kështu nga rrafë e tepsinës e përhapim. Mjaftueshëm është. Tash kaloj brumin në tepsin, mundohem që ta përhapim mirë në trashësi e njëjtë nga gjithë anët. Pra peta e hollë nuk guxon të jetë shumë e trashë, duhet të jetë e hollë dhe në këtë mënyrë pitja do delë shumë e mirë. Tash e përhapi kështu me lugë apo me duar, varet se si doni të punoni. Me dorë keni shumë më lehtë bëni hapjen. Kështu në këtë mënyrë. Mundohem që trashësia të jetë e njëjtë nga gjithë anët. Kam përhapur petën e parë në tepsi, tash ja kaloj bushën. Kështu, bushën mundohem ta përhapim mirë gjithë sipërfaqen e petës së parë. Vërtet bëhet shumë e sheshme. Pak lëpjeda ka shije më të thartë se spinaqi, për atë arsye del shumë e sheshme. Përhapim bushën, mundohem ta përhapim mirë në gjithë sipërfaqen. Kam kalu bushën mbi petën e parë, tash e hedhi petën e dytë. Peta e dytë hedhet vetëm se në këtë mënyrë, vetëm se mill, shtojmë dikon pak më shumë se një gjysmë gote, sa ta mbulojmë haqin. Nuk nevojitet shumë mill, vetëm se pak. Shumë e rëndësishme te pikët e kallamajt është mbushja, kurse brëm duhet kenë shumë pak. Hedhim kështu në gjithë sipërfaqen. Kam hedhur dhe petën e dytë apo millin sipër mbushjes. Tash e përgatis masën që do t'ja shtoj sipër mbushjes. Tu kam dykon 250 gram me gjallë margarin, vetëm se me vaj nuk bën që ta përgatisim, sepse do i humbet ajo shija tradicionale. Ja shtojna 400 gram me kos. Propitët e kollomojta dojnë shumë bilmet dhe masën tash e përzim vetëm se mirë. Kështu, në një lugë bëjmë përzirjen. Masën e përgatitur e hedhem kështu mbi shtresën e dytë apo petën e dytë. Mundohem ta përhapim mirë në gjithë sipërfaqen. Kam hedhur masën me kos dhe gjallë, sipër tash pitja është gati për pjekje. Kam nxej furrën në 250 gradë dhe në temperaturë do pjeki rreth 30 minuta. E kam larguar nga furra, sipër ja shtoj një gotë me jogurt, ajran, varet, çka e gjellë në shtëpi. E lojmë që të ftohet dhe është gati për konsumin. është tokur pak pitja,
ta ndojmë kështu një pjesë, mi po është ende nxehtë, shumë vështirë largohet. Tash është e preferuar të konsumohet me lugë, pasi është e nxehtë shumë, nuk do i del forma adekuate. Kur fillon pak që ftohet, atëherë do i del forma. Emërin edhe vetë është e nxehtë. Ja. Për atë arsye, kur të ftohet, do i del forma ashtu siç duhet. Besoj si u ka pëlqyer, motra dashura, mënyra se si përgatis unë pite me lëpjet, gjizë, qep, njoma dhe ves. Gjithë jo që e përgatisni në këtë mënyrë, ju bëhet mirë, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare dhe në recetën e radhës.